Kapitulli 1, mësimi 1. Kuptimi I rëndësisë së turizmit për Shqipërinë. Turizmi sot është një nga dukurit më masive, I cili nga viti në vit përfshin miliona njerëz në tërë botën, duke përbërë një nga degët me rëndësi ekonomike, e cila u siguron vendeve me turizëm të zhvilluar miliona dollar të ardhura. Rëndësia ekonomike e turizmit. Turizmi sot konsiderohet si degë kryesore dhe me përparësi e cila do të sigurojë zhvillimin ekonomik të vendit e rritjen e nivelit të jetesës së popullsisë shqiptare. Megjithatë, në ditët e sotme, ai nuk është në nivel të tillë zhvillimi që çdo kush do ta dëshironte. Rëndësia sociale e turizmit. Sektori turistik krijon vende pune të cilat kërkojnë punojës të kualifikuar e të specializuar. Në kushtet e Shqipërisë, kur industria po zhvillohet në ritme të ngadalta e kur në të punon një pjesë e vogël e fuqisë punëtore, kur fenomeni I braktisjes së fshatit e punës në të po bëhet gjithnjë më masiv. Punësimi në turizëm, ku niveli të ardhurave është më I lartë se në sektorët e tjerë, përbën një ngastje të rreqe të vazhdueshme për rinin shqiptare. Rëndësia e turizmit në njohjen e kulturave të historisë dhe gjuhëve. Ai krijon mundësinë për zhdukjen e barierave e pengesave dhe në vendosjen e urrave të bashkëpunimit e lidhjes midis popujve. Duke qenë një vend I izoluar për një kohë të gjatë, Shqipëria nëpërmjet turizmit I ofron të huajve mundësinë e njohjes dhe vlerësimit të kulturës dhe historinë e saj. Po kështu shqiptarët mund të njohin e vlerësojnë nga afër arritjet më të rëndësishme të kulturës botërore. Rëndësia mjekësore dhe kuruese e turizmit. Në vendin tonë ka shumë qendra kurative të sëmundjeve të ndryshme, si ato të reumatizmit, frymëmarrjes, zemrës e të tjera. Pranë këtyre qendrave shërbejnë ekipe të specializuara mjekësh, të cilët janë në dispozicion të pushuesve, që zakonisht vuajnë nga sëmundje të ndryshme, për rehabilitimin dhe kthimin e tyre në jetën normale. Të tjera janë burimi I glinës, burimet e postonanit, ligjet e Elbasanit, të pishkopisë e të tjera. Rëndësia e turizmit si nevojë shpirtërore. Ai ndikon për argëtimin, çlodhjen dhe kalimin e kohës së lirë, thirrje kjo gjithnjë në rritje, dhe në Shqipëri ka hapësira pafund për plotësimin e këtyre nevojave fizike e shpirtërore.